Izraeli ka akuzuar Iranin për shkelje të armë pushimit disa orë pasi hyri në fuqi. Ministri izraelit i Iranit, Israel Katz, është zotuar se Izraeli do të përgjigjet me forcë ndaj shkeljes së armë pushimit nga Irani, me sulme intensive kundër objektivave të regjimit në zemër të Teheranit. Megjithatë, Irani ka reaguar menjëherë duke deklaruar se nuk ka qelluar me raketa në Izrael pas hyrjes në fuqi të armë pushimit. Më parë, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi një armë pushim midis Izraelit dhe Iranit pas 12 ditësh sulme shëvdekje prurse, duke ju kërkuar të dyja palëve të mos e shkelnin atë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli kishte rënë dakord me propozimin e Trumpit për armë pushim, duke deklaruar se Izraeli kishte arritur qëllimin e tij për të shpërbërë kërcënimin bërthamor dhe balistik të Iranit, por duke paralajmëruar se do t'i përgjigjej me forcë së çdo shkeljeje. Irani deklaroi më parë se do t'i ndalte sulmet vetëm nëse Izraeli bën të njëjtën gjë. Njoftimi i Trumpit erdhi pasi Irani kishte nisur një valë të re raketash, duke vrarë 4 persona sipas shërbimit të emergjencës së Izraelit, dhe pasi autoritetet iraniane raportuan 9 persona të vrarë në një sulm në Iranin verior të martën në mëngjes. Deklarata për armë pushim erdhi gjithashtu pas një përshkallëzimi të konfliktit që nga e diela, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës bombarduan vendet bërthamore iraniane, duke e shtyrë Iranin të hakmerej duke qelluar raketa në një bazë amerikane në Katar të hënën.